Unë nuk jam një politikan tipik, unë jam një politikan atipik. Nëse do e fuz veten si politikan, është hera parë që kandidoj faktikisht, nuk kam kandiduar ndonjëherë. Unë personalisht kam shkruar programin e Partisë Demokratike për çështjen e riatvësimit shqiptarëve. Kam drejtuar departamentin e familjes dhe shpopullimit, sepse ai nuk është thjesht një departament, por është një kauzë. 48% thot censusi e Malësisë Kryes janë larguar, 15% e qarkut Durrësit, 27% në Bupsh, 21% në Nikël. Kjo është situata dramatike dhe kjo nuk ka lidhje për DPS, kjo ka lidhje për Shqipërinë të rës. Pra çfarë do bëjmë ne për Shqipërinë? Unë jam marrë me familje. Çfarë do bëjmë ne për familjen shqiptare? E para, me dy objektiva. E para, të mos lejmë më njerëz që të na ikin nga brenda jashtë, dhe e dyta, kemi mundësi neve për t'i kthyer njerëzit nga jashtë mrena. Me 3 pika shumë kryesore. E para, në rast se një person do kthehet nga jashtë brenda dhe do hap një biznes në Shqipëri, 5 vitet e para nuk do paguaj asnjë taks. E dyta, ne do merrem me familjet, ne jemi për familjen e madhe. Unë nuk jam personalisht për t'i thonë babës prindi 1 dhe nënës prindi 2. Këto janë çështje që kanë të bëjnë me konservatorizmin apo me traditën shqiptare. Jam kundër martesave të njëjtit lloj, sepse këtë nuk e njeh as ligji shqiptar. Jo si ky skandali që na ndodhi në Bashkinë e Tiranës. Tani ç'a ndodh? Ne po ju themi njerëzve që në rast se ju bëni fëmijën e tretë, atëherë nga 0 deri 23 vjeç do ta trajtoj shteti këtë fëmijë. Sepse duke forcuar familjen, duke zmadhuar familjen, ne zmadhojmë edhe kombin në këtë rast. Sipas censusit jemi 2.400.000 banor, sipas dhënave tona alternative jemi shumë më pak. Por